Integrali I caktuar ka pothuajse ato veti që ka dhe integrali I pacaktuar. Vetia e parë, integrali nga A në B I k fx dx, është I barabartë me k integrali nga A në B I fx dx. Pra, faktori konstant del para shenjës së integralit. Vetia e dytë, integrali I shumës së disa funksioneve fx plus gx minus hx dx. Pra, integrali I shumës algebrike të disa funksioneve është I barabartë me shumën algebrike të integraleve të këtyre funksioneve. Integrali fx dx-it nga A në B plus integrali nga A në B I gx dx-it minus integrali nga A në B I hx dx-it. Vetia e tretë, në qoftë se kemi një pikë C të segmentit AB, C-ja është më e madhe se A më e vogël se B të kufive të integrimit, atëherë integrali nga A në B I fx dx-it është I barabartë me integralin nga A në C të fx dx-it plus integralin nga C në B I fx dx-it. Pra kur në intereson, ne këtë integral mund të ndajmë në dy integrale të tjerë. Integrali nga A në A I fx dx-it është I barabartë me 0. Kuptohet vetvetiu që f(as) minus f(as) jep 0. Dhe integrali nga A në B I fx dx-it është I barabartë me minus integralin nga B në A fx dx-it. Edhe ky del minus f(as) minus f(bes) plus f(bes), pra ndryshe shkruhet f(as) minus f(bes) minus f(as) përsëri, sa që është ana e maj. Të bëjmë disa shembuj. Integrali nga 0 në pi të dytat cosinus 2x minus sinus 4x dx. Atëherë këtë në bazë të vetisë së dytë mund ta ndajmë integrali nga 0 në pi të dytat I cosinus 2x dx minus integralin nga 0 në pi të dytat sinus 4x dx. Baras, me plotësim këto, kemi integrali, mund mos I vëmë kufijtë, I vëmë dhe në fund, cosinus 2x dx, shumëzoj me 2 dx-in dhe pjesëtoj me 2, minus integralin e sinus 4x dx, shumëzoj me 4 dx-in, te dx-i fusim 4 në tje, përmbi 4. Atëherë këtë kemi integralet cosinus u dë u jep sinus u. 1/2 sinus 2x minus 1/4. Integrali sinus u dë u është minus cosinus u plus cosinus 4x. Këto të dyja janë nga 0 në pi të dyta. Pra I vëmë në fund. Kufijt nga 0 në pi të dyta. Baraz me 1/2 sinus 2 pi mbi 2 minus sinus 0 plus 1/4 cosinus 4 pi mbi 2 minus cosinus 0 baras me 1/2 sinusi I pi
baras me 0. Sinusi 0, 0, 1/2 e 0. Plus 1/4. Këtu vete 2pi. Kosinusi 2pi, 1. Minus kosinusi 0, 1. 1 minus 1, 0. E gjitha shpreja del 0. Integrali nga 1/2 dx për mbi x në katror. Ky është integral tabele. Atëre ky del minus 1 mbi x nga 1/2. Për të gjetur integralin e caktuar, pra si po veprojmë, po gjejmë njerë integralin e pacaktuar, në bazë të përkufizimit që thamë radhën e parë, dhe pastaj vendosim kufij. Po përdorim po të njëjtat metoda dhe po të njëjtat integral tabele. Këtu vete minus x-in e kemi 1/2, minus 1 mbi 1, 1. Baras me minus 1/2 plus 1, baras me 1/2. Integrali nga 0 në pi të katërta, 1 mbi kosinus në katror x, minus kosinus 2x, dx. E ndajmë në dy integrale. Integrali i 1 mbi kosinus në katror x, dx. Minus integrali kosinus 2x, dx. Shumëzojmë x-in me 2 këtu dhe pjestojmë këtu me 2. Baras me integrali 1 mbi kosinus në katror x jep tangent x. Tangent x, vëm kufin nga 0 në pi të katërta. Minus 1/2. Integrali kosinus 2x-it është sinus 2x. Edhe kjo nga 0 në pi të katërtat. Vete tangenti i pi të katrës është 1. Minus tangenti 0-s, 0. Minus 1/2. Sinusi 2 her pi të katërta, pi të dyta jep 1. Minus sinusi 0-s jep 0. Dhe kjo del 1 minus 1/2 baras me 1/2. Integrali x dx për mbi 3x në katror minus 1. Atëre këtë me plotësim, x-in e vëm këtu në katror, dx në katror, duhet një dysh këtu për para e pjestoj me 2, këtu duam dhe një treshin, atëre 3 këtu, këtu vete 1/6, minus 1, për mbi 3x në katror minus 1. Ja po ta bëjmë diferenciali 3x në katror minus 1 është 6x dx. Ja ku e kemi 6-ën që kemi plotësuar. Ky jep baras është integral tabele du për mbi u ln e 3x në katror minus 1. Tu kemi haruar të vëmë kufin nga 2 në 3. Nga 2 në 3. Atëre ky integral nga 2 në 3. Kemi kufin baras me 1/6 ln 3 në katror 9, 27 minus 1, 26 minus 1/6 2/4 4 3 12 ln e 11-ës. Përfundimisht del 1/6 nga vetit e logaritmeve ln e 26 për mbi 11. Integrali nga 0 në pi të dyta kosinus x
her sinus në të tretë x dx. Kosinus x-in e futim tek shenja e diferencialit. Del sinus në të tretë x d e sinus x-it. Ja, bëjmë provën. Diferenciali sinus x-it është derivati kosinus x dx. Sinus 3 e kemi këtu. Atëre kjo del me sinus në të katërt x për mbi 4 nga 0 në pi të dyta. Baraz me sinus në të katërt pi të dytat për mbi 4 minus sinus në të katërt 0 për mbi 4. Kjo del 0, kjo del 1, në fuqi të 4, prap 1, 1 e 4. Integrali nga 0 në 1, x rrënja e x në katror plus 1 dx. Mund ta bëjmë dhe me plotësim, por e zvendësojmë me u, me mënyrën e zvendësimit, metodën e zvendësimit. U-ja rrënja e x-it në katror plus 1. U në katror, x në katror plus 1. Diferencojmë dy anët, 2u du, baraz me 2x dx. Dyshi me dyshin këtu thjeshtohet, baraz me integralin, rrënjën e kemi u, x dhe x-in e kemi u dhe u, kjo është u në katror dhe u, nga integrali del u në të tretë për mbi 3. Zvendësojmë unë që kemi rrënja e x në katror plus 1 në të tretë për mbi 3. Nga 0 në 1. Baraz 1 e treta. Zvendësojmë njëshi. Në katror 1 dhe 1, 2. Rrënja katror e dyshit në të tretë minus 1 e treta. Këtu e kemi 0, 1 në të tretë 1, 1 e treta. Atëre kjo del 1 e treta, 2 rrënje dyshit, 2 rrënje dyshit minus 1. Integrali nga 1 në e, ln e x-it në të tretë për mbi x dx. Edhe këtu përdorim metodën e zvendësimit. U baraz me ln e x-it. Dhe u-ja është 1 mbi x dx. Atëre këtu kemi integralin u në të tretë, 1 mbi x dx është du. Kjo del u në të katërt për mbi 4, ose ln e x-it në fuqi të 4 për mbi 4, nga 1 në e, baraz me ln e s në fuqi të 4 për mbi 4, minus ln e njëshit në fuqi të 4 për mbi 4. Ln e s është 1, në fuqi të 4, 1 e 4. Ln e njëshit është 0, minus 0, ja po e shkruajmë këtu, 1 e 4. Ky integral deli barabart me 1 të 4. Integrali 3x në të 4 minus 3x në katror plus x minus 3 për mbi x në katror dx nga 1 në 3. Nga 1 në 3. Atëre, pjestojmë me x në katror, baraz integrali nga 1 në 3, 3x4 për mbi x në katror, 3x në katror, minus 3, plus 1 mbi x, minus 3 për mbi x në katror dx. 3x në katror del
x në të tretë minus 3x plus ln e x-it minus vete plus 3 mbi x. Ky është nga 1 në 3, pra kufiri është nga 1 në 3. Atëre zvendësojmë. 3 në të tretë 27 minus 9 plus ln e 3 plus 1, 3 përmbi 3, 1. Minus kufiri poshtëm. 1 minus 3 plus ln e 1 që dim është 0 plus 3. Baras. 3 me 3 këtu thjeshtohet, ln e 1 jep 0. Kjo ngelet e gjitha 1. 27 edhe 1, 28. Eqim 9, 9 mbë 10. Ose 27, eqim 9, 18 edhe 1, 19. Eqim 1 këtu, 18 plus ln e 3. 27, eqim 9, 18, 19, eqim 1 këtu, 18. Pra përfundimisht doli 18 minus ln e 3.